Në këtë rrugtim të gjatë të integrimit të Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian, çfarë do të thotë ose në çfarë faze është Shqipëria pikërisht me mbajtjen sot të konferencës së 8 ndërqeveritare BE-Shqipëri? Ku ndodhemi? Teknikisht në proces jemi në gjysmën e rrugës, por do thosha që kemi tani është gjysma më e vështirë, apo mund themi malorja e procesit integrimit, sepse procesi intensifikohet shumë dhe monitorimi intensifikohet gjithashtu. Kjo konferencë ndërqeveritare është e rëndësishme për faktin që miraton raporti ndaj Barit dhe ndërkohë jep gjithashtu piketat përfundimtare se çfarë Shqipëria duhet bëj për grup kapitullin e parë, që është dhe grup kapitulli më i rëndësishëm dhe mbyll procesin e negociatave. Në këtë aspekt ka rëndësi të dy fish, dhe para se vlerëson atë progres të deri tanishëm që vendi ka bërë dhe jep piketat rrugën për mbylljen e procesit tek grup kapitulli çështje themelore. Prandaj është shumë i rëndësishëm ky moment që do duhet të forcoj ritmin e reformave që vendi do të ndërmarrë në të ardhmen. Teknikisht, çfarë përfaqëson raporti i BAR dhe pse është ai një kusht për avancimin e negociatave? Kjo është si pasojë e metodologjisë së re të zgjerimit, që është miratuar që në 2020-ën, ku jepet një rëndësi e veçantë grup kapitullit parë. Hapet i pari, mbyllet i fundit dhe miratimi i raportit të ndërmjetëm, ndryshe siç e quajmë BAR-in, lejon mbylljen e kapitujve të tjerë. Pra, pa kaluar këtë test të gjysmës së rrugës, nuk mundet të mbyllen kapitujt e tjerë që janë më gati apo që kanë më pak legjislacion evropian. Kjo dhe njëherë vë theksin çështjeve themelore, pra reforma në drejtësi, lufta kundër korrupsionit, krimit të organizuar, liria medias, dialogu politik, pra të gjithë këto elementë që janë thelbësor për një shtet demokratik dhe funksional. Për këtë arsye, kjo vlerë e shtuar që jepet i grup kapitulli përkthehet në hapa të ndryshëm procedural, që një prej tyre është dhe raporti i BAR-it i ndërmjetëm. Pra, meqense jemi në gjysmën e rrugës dhe kjo është pjesa më e vështirë, do të thotë që Bashkimi Evropian na monitoron më rreptësisht se çka monitoruar deri më tani? Po, më rreptësisht dhe do të jetë shumë më kritik për elemente të ndryshëm që Shqipëria do të hasi gjatë rrugës. Do të ketë një fokus veçantë tek zbatimi i legjislacionit. Pra, jo vetëm ndërmarrja e reformave, sepse ndërmarrja e reformave ka qenë kusht për hapjen e negociatave apo një pjesë e tyre për raportin e ndërmjetëm, po për mbylljen e grup kapitullit do duhet zbatimi plot i reformave të ndërmarra, mosbërja hapave mbrapa patjetër, po konsolidim i progresit, reformës drejtësi, luftës kundër krimit të organizuar, korrupsionit, forcimi i administratës publike. Si mate në praktik këto standarde, zoti Gjipali, si mate në praktik? Delegacioni i Bashkimit Evropian do të jetë në kohë më shumë në Shqipëri tani për të monitoruar? Jo vetëm sepse janë disa institucione që janë të përfshira. Pra, nga një anë kemi delegacionin këtu, kemi Komisionin Evropian që kanë takime të vazhdueshme sipas temave specifike, pra ekspertë të tyre që vinë, po ashtu raportimi përjavshëm nga institucionet shqiptare në Bruksel, pra në Komisionin Evropian dhe në drejtoritë përkatëse, cilat analizojnë progresin e bërë. Po ashtu ka një rol më të madh Parlamenti Evropian që miraton çdo vit raporte për Shqipërinë dhe ndikon sidomos tek aspekti i dialogut politik, por nuk duhet të harrojmë dhe më të rëndësishmit që janë vendet anëtare. Në fundit i gjithë këto raporte shkojnë tek Këshilli i Ministrave të Bashkimit Evropian dhe ata janë vendimarrësit. Ata japin okay nëse Shqipëria i ka bërë mjaftueshëm apo jo, dhe jo gjithmonë vendimi i tyre varet nga Komisioni Evropian, nga raporti që çon Komisioni Evropian. Prandaj, edhe vendet anëtare janë shumë të rëndësishme në këtë aspekt. Sa problem mbetet administrata publike dhe depolitizimi i saj, sipas kritereve dhe standardeve europiane?
Administrata publike është element shumë i rëndësishëm i gjithë procesit, sepse pjesa më e madhe e reformave zbatohen pikërisht nga kjo administratë publike. Pra ka rëndësi të madhe për pjesën e zbatimit dhe do thosha dhe administrata në nivel lokal është shumë e rëndësishme, ndonse pak e targetuar nga procesi deri më sot, po për zbatimin e të gjithë standardeve është pikërisht kjo administratë që ndërmerret. Sa i takon problematikave, ato janë të ndryshme. Politizimi nuk do të thosha është një nga ato kryesoret, nëse ka qenë në të kaluarën, nuk është një problem i dukshëm. Kjo vret sigurisht në nivelet e larta të administratës më shumë, por problemi është aftësia e administratës pra për të ndërmarrë këto reforma të rëndësishme, kapacitete teknike, qëndrueshmëria, pajisja me mjetet e nevojshme për të kryer detyrat e tyre, sidomos kur flasim për trupat inspektuese, siguria ushqimore, ruajtja e mjedisit, tregtia, të gjithë këto elemente nuk mjaftojnë vetëm të njohurit, duhen dhe pajisje, duhen laborator, duhen trajnime të specifike mbi materialet që përdoren dhe mbi infrastrukturën e nevojshme për zbatimin e legjislacionit. Prandaj është një gërshetim i gjithë elementeve që duhet patur parasysh dhe të kërkon investime të vazhdueshme, që burime njerëzore të trajnuara të qëndrojnë në administratë, të qëndrojnë në pozicionet për cilët janë trajnuar, pra mos ketë lëvizje në për detyra për cilat nuk janë trajnuar, nuk kanë eksperiencë, dhe sigurisht të garantohet sistemi i karrierës administratës, pra profesionalizimit të saj, gjë që është e rëndësishme dhe mbas antarësimit, pra jo vetëm për arritjen e standardeve për të antarësuar, por sidomos mbas antarësimit për të përballuar gjithë legjislacionin europian që duhet zbatuar. Një pjesë e grup kapitullit lidhet edhe me prokurimet publike dhe kontrolli financiar. Ku janë sot problematikat më të mëdha të Shqipërisë në këto dy drejtime? Po, sa i takon prokurimit publik, Shqipëria ka avancuar në kuadrin legjislativ, pra ka një kuadër pothuajse të plot, të përputhur me legjislacionin europian. Sigurisht ka problematika se si institucionet e zbatojnë atë, pra po të shohim ka dhe raste që hetohen apo në luftë kundër korrupsionit, që problematikat të shumta që lidhen me prokurimin publik dhe kjo tregon që ka dobësi sidomos në ato institucione ku flitet për shifra të mëdha, për tender të mëdhenj që presionet janë dhe më të mëdha. Dhe këtu Shqipëria duhet tregojë që zbatimi i legjislacionit europian fushën e prokurimit publik është i drejtë, pra bëhet në mënyrën e dur, ka minimizuar influencat e ndryshme, duke sjellë përfitimet e qytetarët. Pra këtu jemi në fazën e vlerësimit të zbatimit legjislacionit, sesa të parafrimit i cili është realizuar në masën më të madhe, janë disa element që janë duke u trajtuar, por është nga fushat më të avancuar sa i takon legjislacionit. Tek kontrolli financiar është një kapitull shumë teknik, është i rëndësishëm sepse bëhet fjalë pikërisht për të ruajtur, për të kontrolluar mënyrën se si harxhohen fondet e buxhetit, pra të Shqipërisë dhe nesër të Bashkimit Evropian. Dhe ka një fokus të veçantë nga Bashkimi Evropian te ky element, sepse mbron dhe taksapaguesit e tij, jo vetëm taksapaguesin shqiptar, dhe do duhet të ketë më shumë vëmendje sepse është lënë pas dorë në një farë mënyrë duke qenë se është shumë teknik, por është shumë i rëndësishëm për mirë menaxhimin e fondeve. Mirë, zoti Gjipali, pra në këtë rrugtim, pra që nga sot e në vim të këtij procesi të gjatë, Europa na monitoron më rreptësisht, por çfarë ndodh nëse Shqipëria nuk avancon ose nuk i përmbush këto kushte, nuk ecën sipas kritereve të përcaktuara, të asaj që Bashkimi Evropian kërkon. Nga dalësohet ky proces, pezullohet, mbetemi në klas, fillojmë nga fillimi, nëse nuk plotësojnë ashtu siç duhen gjitha kriteret, çfarë ndodh? Po, ka disa instrumenta që Bashkimi Evropian ka në dispozicion, sidomos me metodologjinë e re
u bëj mundur që të aplikohen masa në rast se ka ngecje të progresit. Një është elementi nëse nuk ka progres tek grup kapitulli themelore, ndikon të gjithë kapitujt e tjerë, pra nëse ne ngelemi në vend, kjo do të thotë që nuk mbyllen kapitujt e tjerë, sepse Shqipëria s'po avancon siç duhet, apo nëse ecën mbrapa, mund të ketë ristartim të procesit, pra kthim në pikën 0 dhe rivlerësim nga e para. Shpresoj dhe besoj se nuk do të jemi në këto raste, por ka dhe elemente të tjerë për sa i takon përthithjes fondeve. Për shembull, Bashkimi Evropian mund të penalizoj aksesin në programe apo fonde të caktuara në momentin kur ato reforma nuk janë në nivelin e duhur, në shpejtësinë e duhur, në cilësinë e duhur, apo ka keq menaxhim të fondeve siç ka ndodhur për shembull me programin IPARD. Pra janë elemente ndryshëm që të pengojnë të marrësh ato përfitime që vendi ka si pasojë procesit. Instrument tjetër është plani i rritjes, ku disbursuam për Shqipërinë diku te 46 milion euro javën e kaluar. Dhe ky është një instrument i cili ka indikator përkatës çdo 6 muaj Shqipëria vlerësohet, nëse e ka arritur, në cilën mas i ka arritur ato piketa që janë vendosur dhe më pas bëhet llogaritja për transhën e radhës që Shqipëria merr. Nëse nuk ecën, transhet bllokohen dhe rrezikon dhe që t'i rialokohen vendeve të tjera cilat ecin më mirë. Deri në sot Shqipëria është mirë në këtë drejtim, ka ecur nga të parat vende në rajon që ka përfituar këto fonde dhe vazhdon të përfitojë, pra duhet mbaj këtë ritëm të reformave dhe përfitimit. Për sa i përket çështjeve dypashe në rastin konkret mes Shqipërisë dhe Greqisë, meqense një ditë më parë ishte edhe ministri i mbrojtjes Nikos Dendias në Shqipëri, përse janë shtuar kushtet për minoritetet edhe në raportin e IBAR? Nuk mund të quaj shtim të kushteve në fakt, sepse në mënyrë të vazhdueshme vendet anëtare, në këtë rast Greqia, kërkon respektimin e drejtave të minoritetit, detajon kërkesa në lidhje me këto çështje dhe është në drejtën e saj çdo vend mund ta bëjë këtë gjë deri në fund të procesit. Prandaj duhet të jemi shumë kujdesshëm në marrëdhënie dypalçe në çështjet që vendet, sidomos ato fqinje ngren. Kjo dhe nga eksperienca e kaluar ku vetë Shqipëria është bllokuar për një çështje tjetër nga Greqia, apo vende tjera si Maqedonia e Veriut janë bllokuar aktualisht nga Bullgaria, më parë nga Greqia, për çështje dypalçe. Është në drejtën e tyre, procesi është i tillë, pra çdo vend mund vendosi veton. Që do të thotë nëse një vend vendos veton, edhe ky proces ngec përkohësisht. Bllokohet, po. Ngec. Patjetër. Dhe duhet të kemi shumë kujdesshëm tek këto element, pra për mos krijuar pengesa në proces, duke bashkëpunuar, duke komunikuar vazhdimisht me partnerët, me fqinjët, me vendet e tjera të Bashkimit Evropian, pra ka një dakordsi kolektive në Bashkimin Evropian që mund të prishet për raste ekstreme, pra të vendoset veto nga një vend, por nëse ka një frymë konsensuale të pranueshme dhe vendet ecin më mirë në proces, pra nuk dalin kërkesa të cilat janë të paralizueshme apo mund të bëhen pengesë, siç është po themi në rasti tani Maqedonisë së Veriut me Bullgarinë, që ka një ngërç të madh që është shumë i vështirë për të zgjidhur. Qeveria shqiptare ka vendosur disa afate, mbyllja e grup kapitujve në vitin 2027 dhe antarësimi plot në vitin 2030. Duke patur parasysh